Mirë se erdhët të dashur peshqi në letrat të rëfejnë. Jam Diana për ata që nuk e din dhe do bëjmë leximin e javës që po vjen. Peshqi të dashur, ky lexim ka një rrjedhë shumë interesante, sepse fillon me një shtysë të re, pastaj me njerë ju vë përpara disa mundësive ose pikpyetjeve, që sjell diçka nga e kaluara dhe në fund ju kërkon të mos lodheni duke luftuar me çdo gjë. Pra, nuk është javë ku mungojnë zhvillimet, përkundrazi, ka lëvizje, por duhet të dalloni çfarë ja vlen dhe çfarë vetëm ju shpërqendron. Asi i shkupive të dashur. Asi i shkupive, kjo është një letër shumë e mirë për të hapur javën, absolutisht, sepse tregon diçka që ndizet. Një ide, një propozim, një dëshirë që rikthehet, një mundësi që ju bën të mendoni, këtë dua ta provoj. Nëse është për punë, ekonomi, mund të jetë një mundësi e re pune, një projekt, një telefonatë, një klient, apo një ide për të fituar më shumë, ose të jesh në mënyrë tjetër për të bërë diçka që deri tani nuk po funksiononte. Peshqi, ta them, për dikë mund të jetë shumë konkrete. Ju kërkojnë të merrni një përgjegjësi, ju propozojnë të përbashkëpunim, vendosin të aplikoni diku, ose filloni të mendoni seriozisht për diçka tuaj të hapni. Por asi i shkupive është fillim, jo rezultat. Pra, mos e shpenzoni gjithë entuziazmin peshqi duke folur për atë që do të bëni dhe pastaj të hënën tjetër të jeni akoma duke bërë planin. Nëse ideja është e mirë dhe ju pëlqen, jepini formë konkrete. Po të kishte të bëj kjo letër për dashuri, sjell tërheqje dhe interes. Për beqarat mund të shfaqet dikush që ju zgjon kurreshtjen shpejt. Mund të ketë flirt, komunikim më të gjallë ose një takim ku vërtet kimia do të ndihet. Në një marrëdhënie ekzistuese mund të jetë rikthimi i afërsisë, më shumë iniciativë nga një partner ose thjesht një periudhë ku marrëdhënia del nga rutina e përditshme. Dhe pastaj vjen 7 të kupës. 7 të kupës të dashur peshqi është sepse sa po hapet një derë, si kjo që është, duket sikur hapen dhe 5 të tjera. Kjo letër tregon shumë alternativa. Shikoni kupat poshtë të renditura, shumë alternativa, shumë mendime dhe jo domosdoshmërisht peshqi informacion të mjaftueshëm për të zgjedhur më njëherë. Në punë mund të mendoni, apo mund të jetë të pranoj këtë apo të pres tjetrën, të vazhdoj këtu apo të kërkoj diçka tjetër, të bëj këtë investim apo jo. Ose mund të mend një propozim që tingëllon bukur, por ende nuk ka detaje. Pikërisht këtu duhet praktik. Mos vendosni peshqi vetëm nga mënyra si u prezantohet diçka. Shikoni kushtet. Në ekonomi, 7 të kupës është gjithashtu një javë ku mund të tundoheni nga blerje, plane ose shpenzime që në moment të duken fantastike. Pas 3 ditësh mund të mendoni, po mirë, pse më duhej kjo? Është pak të keni kujdes. Nëse kjo letër për ata që duan të dinë për dashuri, mund të tregoj paqartësi. Për beqarët mund të ketë më shumë se një interes, ose dikush që ju pëlqen por nuk e dini ende çfarë kërkon. Në një marrëdhënie mund të jetë më shumë çështje pritshmërisë, njëri mendon se marrëdhënia po shkon në një drejtim, tjetri mund ta shohë ndryshe. Dhe këshilla këtu është shumë e thjeshtë. Mos plotësoni boshllëqet me imagjinat. Pyetni, shikoni, sjelljen, prisni faktet, sepse letra tjetër sjell diçka konkrete nga e kaluara të dashur peshqi. Është 6 të kupës.
Këtu ka rikthim për ata që duan. Jo domosdoshmërisht, më falni, ish partnerin që shfaqe me hey, si je, edhe pse po. Edhe kjo mund të ndodh. Edhe pse jo. Edhe kjo mund të ndodh. 6 të kupës është shumë më e gjerë. Në punë mund të rikthehet një mundësi që e kishit lënë më një anë. Për ata që duan, absolutisht. Një ish koleg mund t'ju kontaktoj, një klient i vjetër mund të rikthehet, mund të përdor një aftësi që keni pasur prej kohësh, por nuk e keni shfrytzuar peshqit. Dikush mund t'ju kujtoj për një punë apo t'ju rekomandoj si person. Ekonomikisht, pra, diçka e vjetër mund të jap rezultat tani, një pagesë që e prisni, një çështje që kishte mbetur pezull, një marrëveshje e vjetër ose një kontakt që rezulton dobishëm. Në dashuri, këtu e kaluara bëhet shumë më e fortë. Mund të ketë kontakte nga një person që e njihni, mund të takoni rastësisht dikë, mund të rikthehet komunikim me dikë me të cilin historia nuk është mbyllur tamam. Por kujdes, rikthimi i dikujt nuk do të thot automatikisht rikthim i marrëdhënies. Për çiftet, 6 të kupës mund të jetë shumë e bukur. Mund të kujtoni pse jeni bashkë, të bëni diçka që e bëni dikur, të kaleni kohën me familjen ose thjesht të rikthehet një afërsi që ishte humbur mes punës, faturave dhe jetës së përditshme. Dhe pas kësaj hyn letra strength, që është forca. Këtë javë nuk flet më sa të fort jeni. Kjo javë nuk flet për atë sa të fort jeni. Nuk kemi nevojë ta përsërisim sa gjithë e kanë forcën e vetë dhe ju peshqi. Kjo letër flet për mënyrën si menaxhoni situatat. Kur mund të reagoni me njëherë, por zgjidhni të mos e bëni. Në punë mund të ketë një person që jo acaron, një vonesë, një përgjigje që nuk ju pëlqen, ose një situatë ku duhet të negocioni. Në vend që të thoni gjën e parë që ju vjen në mendje, prisni pak peshqi. Sepse këtë javë mund të fitoni më shumë me kontroll se sa me përplasje. Në ekonomi, strength do të thotë të kontrolloni impulsin. Nëse buxheti nuk e mban një shpenzim, mos e justifikoni me një herë jetojmë. Apo jo peshqi. Por një herë është e vërtet që një herë jetojmë, për fatura vjen çdo muaj. Dhe këtu është mos nguteni. Në dashuri, kjo letër mund të tregojë një marrëdhënie ku kanë ndjenja të forta, por edhe karaktere të forta. Nëse dikush nga e kaluara rikthehet, mos u hidhni as me njëherë në krahët e tij, as mos e përplasni derën vetëm për krenari. Shikoni çfarë ka ndryshuar. Në çift pra mund të ketë një situatë ku njëri duhet të ulë tonin që të mos bëhet problem i madh nga një gjë e vogël. Pra, strength është këtu për vetë kontroll, të dashur, praktik. Dhe krye peshkopja që është intuita. Kjo letër është shumë interesante pas gjithë kësaj sepse thot jo çdo gjë do ta dini me njëherë. Dhe nuk dua të bëj fare ta bëj mistike. Në punë mund të ketë informacion që ende nuk është bërë publik. Mund të prisni një vendim, përgjigje, kontratë, intervistë ose ndryshim dhe të mos i keni ende të gjitha detajet. Prandaj mos ndërtoni 10 skenar nga një email me 2 rreshta. Nëse dikush thot do të kontaktojmë, prisni të shihni çfarë sjell ky kontakt. Në ekonomi, lexoni gjërat me kujdes peshqi. Nëse do të nënshkruani diçka, merrni kredi, bëni blerje të madhe apo marrëveshje, mos u mjaftoni me atë që ju thuhet me gojë. Ti kemi të zeza në të bardhë. Nëse ka të bëjë në dashuri, kjo letër thot shumë
për ato që nuk po thuhen, ta them kështu. Mund ta kuptoni që dikush po sillet ndryshe, mund të ketë interes, por personi nuk po hapet, nuk po flet. Në marrëdhënie, nëse ndjeni që diçka nuk është në rregull, mos akuzoni pa prova, por as mos e injoroni. Bëni një pyetje të drejtë për drejtë. Kryepeshkopja thot dysho, nuk thot dysho për të gjithë, por thot mos nxirr përfundim para se të kesh gjithë historinë, qoftë për dashuri, qoftë për punë apo ekonomi. Nën të shkopive, do të kuptojmë pse gjithë leximi kërkon dhe zgjedhje të kujdesshme. Në fund të javës të dashur beshi, mund të ndjeni sikur janë grumbulluar disa gjëra një herësh. Punë, familje, telefonata, detyrime, një çështje emocionale dhe mund të vi ai momenti, mirë, po vetëm unë pas kam punë këtu. Nën të shkopive nuk më tregon humbje, përkundrazi, tregon se jeni afër përfundimit të diçkaje, nga lodhja mund t'ju bëjë më nervoz ose më mbrojtës se që duhet. Në punë, mos braktisni një proces vetëm sepse u komplikua në fund, peshi. Nëse keni aplikuar, prisni përgjigjen. Nëse po negocioni, mbylleni negociatën. Nëse keni nisur diçka, siç është me asin e shkopive, mos prisni rezultate të plotë brenda 3 ditësh. Në ekonomi kjo letër është shumë praktike. Ruani rezervën tuaj, mos e zbrazni buxhetin, sepse do të rregullohet apo me mendjen që do të rregullohet muajin tjetër. Në dashuri, nën të shkopive mund të tregoj se dikush hyn në një situatë me gardën e lartë. Sidomos nëse 6 të kupës sjell një person, ta them të vjetër, mund të thoni, po flasim, por nuk do të bëj sikur nuk ka ndodhur asgjë. Dhe kjo është e drejtë. Vetëm mos e ktheni kujdesin në mur, ta them, të bllokoheni. Nëse personi përballë jush po tregon me sjellje se ka ndryshuar, shikojeni. Nëse po përsëriten të njëjtat histori, atëherë mos u mashtroni nga nostalgjia, qoftë për punë, ekonomi apo ndonjë lidhje e vjetër. Për t'i lidh të gjitha 6 letrat, peshqit ka një javë ku diçka e re po hapet, por paralelisht diçka e vjetër mund të rikthehet. Asi i shkopive sjell mundësinë, 7 të kupës sjell alternativat, 6 të kupës sjell të kaluarën. Forca apo strength kërkon kontroll dhe reagime. Kryepeshkopja thot se ende mungon një pjesë e informacionit. Nën të shkopive thot mos merrni vendim vetëm sepse jeni lodhur. Pra, në punë dhe ekonomi kjo mund të jetë javë shumë e mirë, por një fillim, kontakt, oferta apo ide, por kontrolloni detajet para se të angazhoheni. Në dashuri mund të ketë zhvillim të ri, por 6 të kupës më bën të mos përjashtoj fare një person nga e kaluara. Megjithatë, këtë herë nuk mjafton të dashur peshqi që dikush të kthehet, duhet të shihni me çfarë po kthehet. Pra, dhe nëse duhet të përmbledh gjithë këtë lexim me një këshill praktik për javën, do ta thosha kështu. Mos zgjidhni atë që duket më bukur në moment. Zgjidhni atë që vazhdon të ketë kuptim edhe pasi ti keni parë faktet, të dashur peshqi.